Në shkollën fillore Marshall Tito organizua me shumë sukses Bazari i Vitit të Ri, një aktivitet tashmë tradicional që bashkon nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit në frymën e festave të fundvitit. Ky aktivitet u përgatit me përkushtim të madh nga nxënësit e të gjitha klaseve në udhëheqjen dhe mbështetjen e mësimdhënësve drejtoreshës, duke krijuar një ambient të ngrohtë dhe mikpritës për të gjithë vizitorët. Atmosfera festive mbizotroi gjatë gjithë aktivitetit, ku stendat e zbukuruara me shumë kreativitet ofronin ëmbëlsira të përgatitura me dashuri, punime artizanale, dekorime simbolike të Vitit të Ri dhe produkte të ndryshme festive. Çdo stend reflektonte punën në grup, imagjinatën dhe talentin e nxënësve, duke e shndruar shkollën në një hapësirë plot ngjyra, buzëqeshje dhe gëzim. Bazari i Vitit të Ri nuk ishte vetëm një aktivitet argëtues, por edhe një mundësi për të nxituar bashkëpunim, solidaritetin dhe shpirtin human tek nxënësit. Përmes këtij organizimi u promovuan vlerat të rëndësishme edukative si puna në ekip, përgjegjësia dhe kreativiteti, duke treguar se shkolla është jo vetëm vend i dijes, por edhe edukimi qytetar dhe kulturor. Kam përgatit një ta, edhe një të kukis dhe të. Shesin tonë është ka një, kur vjen me shi. Një të, edhe një të në komuninë vjetë. Çka je të shit sa të ma shumë? Sat, jam të shit atë shpina tja. Atë shpina tja. Si quhesh? Era. Çka ke përgatit për sa të me shit ton bazar? Kam përgatitur një breth me topën dhe me një pemë gjyna. Bukur. Si janë duke përjetuar shokët dhe shoqet këtë bazar sot? A ishtë duke i përqy shokëve dhe shoqeve? Po. Këtë me qy qokolata dhe me qokolata, me pelushave, me pompomsave, me qokolata, Me këtë një ke përgatit? me mamin, ronen. Çka të pëlqen sa të ma shumë këtu në këtë bazar? Shoko pema Vitit të Ri. Si quhesh? Angjero Tamoli. Baba gjysh. Qëta në të shaj ma shumë se të jena përë? Ta gjohë. Si quhesh? Rejna, Kullori. Çka ke përgatit sa të me shit në bazar? Kam përgatit një gotë me lule e me gjona. Mbëlsirat a janë duke u shitur? Po. Çka të pëlqen ty ma shumë sat? Ma shumë më pëlqenjë ta kukicat, është të lidhur me gjona për shembull, me sy e me hunë. A di ishte të pëlqy atmosfera sat këtu në shkollë? Po. A jeni të u shoqënu ma shumë me shokë dhe me shoqe sa të ditëve tjera? Po, unë ma shumë se tonë. Si e ke emrin? Rejna. Çka ke përgatit sa të me shit në bazar? Kam bë gotat. Çka jeni të shit ma tepër? Nuk di shumë. A pëlqira Bela? Bela? A ishte të pëlqy atmosfera e shkollës sat këto? Po. Çfarë keni përgatitur me shokët dhe shoqet për këtë ditë? Katolina. Çfarë i uron shokëve dhe shoqeve për festën e Vitit të Ri? Urimet e Vitit të Ri. Çfarë ke përgatit sat? Si në pemë Vitit të Ri, edhe da si Katolina. Nana. Ata Katolina edhe pemën Vitit të Ri që kam bë. Zuar Vitin e Ri.
Si quhet? Unë quhem Zara Peku. Çfarë keni përgatitur sot në këtë bazar të vitit të ri? Kena përgatitur shumë punime që janë si të temora me borë, me vitin e ri dhe me Krishtlindjen. Çfarë jeni duke shitur sot më tepër? Sot shisim pije, shisim zbukurime, shisim shumë gjana, shumë ndryshme. Po, sepse ka shumë gjëra të bukura, shumë njerëz, shumë fëmijë. Po. Unë i uroj të kënaqen shumë, të kenë një kohë të mirë dhe zuar festa. Omer Kalezic. Çfarë ke përgatitur sot në këtë bazar të vitit të ri? Na kemi përgatitur shumë punime të ndryshme. Ato janë vizatime, janë shumë gjëra. Dhe ushqime. Na po shesim gjithçka. Për punime të ndryshme, ushqime. Po. I urojmë me gëzim. Baš je lijepo ovako kako se napravilo škola da se prodaje i da ide u donacije i ide za školu. Fino je bilo i kad se sve ovo pravilo i sad je fino kad se prodaje. Prodajemo najviše hranu, neke stvari koje smo pravili i tako. Pravili smo neke jelke, neke kuće, neke čestitke i tako dalje. Da svi imaju srećnu godinu i da se najljepše provedu. Srećna nova godina svima. Lejna. Çfarë keni përgatitur sot në këtë bazar të vitit të ri? Në këtë bazar të vitit të ri kemi përgatitur gjëra të ndryshme, kemi përgatitur ushqime dhe suvenire. Çfarë jeni duke shitur më tepër? Duke shitur më tepër kemi ushqime dhe ëmbëlsira. Çfarë i uroni shokëve dhe shoqeve për festat e fundvitit? I urojmë gëzim dhe më të mira. Si quhet? Ermina. Çfarë ke përgatitur sot për festat e fundvitit? Unë për festat kam përgatitur ushqime, një të ëmbëlsira. Më shumë për bazarit në më shitur ushqime. Çfarë i uron shokëve dhe shoqeve për festat e fundvitit? Për festat e fundvitit i uroj të gjithë të mira gëzime. Unë Kerim Malëkraja. Çfarë ke përgatitur sot në këtë bazar? Unë kam përgatitur shumë gjëra të bukura për brevën e vitit të ri dhe shumë zbukurime. Jemi duke shitur ushqime të mira dhe shumë gjëra tjera. Një vit të ri dhe shumë gjëra të bukura. Ëmbëlsira dhe limonata dhe punime të ndryshme. Me shumë ëmbëlsira. Burime viti e ri me suksesa. Prodajemo novogodišnje stvari ovamo. Ja sam prodala dosta neke stvari. Pa kupuju neke kolačeva. Svima želim uspješnu i novu godinu. Sot kemi përgatitur shumë punime të ndryshme, të bukura, të gjithë janë të punuar nga dorët tona. Kemi nën punë maksimumin që të bëjmë një punim shumë të bukur për të gjithë nxënësit dhe prindërit që t'i blejnë. Çfarë jeni duke shitur më tepër? Jemi duke shitur ëmbëlsira, punime me dorë, punime që i kanë bë fëmijët. Cili është ai urim që ju doni të bëni për vitin e ri shokëve dhe shoqeve? Sot jemi të shitu për vitin e ri siç duke ardhur, ne jemi të festu tu, jemi duke shitur gjëra, po më shumë me shpirt, sepse unë që kam ardhur këtu dhe nuk jam marrë në këtë shkollë, kam ardhur këtu dhe shoh një kënaqësi të madhe, shoh se fëmijët janë të kënaqur për vitin e ri dhe difton që të gjithë jemi të kënaqur dhe dojna me shiju dhe me uru. Urimi shokëve dhe shoqësh për të festuar bashkë për vitin e ri, për të kënaqur, sepse ishte një vit i ri dhe kemi kaluar shumë
edhe vetëm dona mu kënoq, njoq. Drejtoresha e shkollës fillore Marshall Tito u shpreh e kënaqur për këtë organizim që nxënësit dhe mësimdhënësit e organizuar në këtë mënyrë kaq të përkryer. Së pari dëshiroj një mirë se ardhje në panajirin e vitit të ri që organizon shkolla jonë. Se çfarë emocionesh kemi sot, ju du jeni duke i përjetuar edhe vetë, po të them që kjo është një ditë solemne për ne, ku neve i gërshetojmë të gjitha festat e fund vitit dhe së bashku shprehin gjitha asë çfarë ne mbartim në vetvete. Do të thotë vetë nxënësit tonë, kreativiteti i tyre, dëshira e tyre dhe vullneti i lirë të cilët kanë shprehur gjithë këtë punë, duke filluar prej punimeve të ndryshme artizanale, ëmbëlsirave dhe punëve tjera që i kanë bërë me duart e veta dhe me atë mundësi që kanë patur. Të themi që nuk është vështirë, në qoftë se vullneti i lirë i të gjithëve bashkohet, atëherë çdo pengesë dhe çdo vështirësi anashkalohet me shumë lehtësira. Mund të themi që është një ide që rrjedh prej një stafi edhe më herët dhe i cili staf punon me të vërtet me të madhe dhe gjithë mësojësit e shkollës tonë, mësimdhënësit me të vërtet, arsimtarët, mësuesit, së bashku me fëmijët e tyre i japin gjithë se çfarë kanë nga vetvetja dhe kjo arrihet me një lehtësi shumë të madhe. Ky aktivitet u mirëprit nga të gjithë pjesëmarrësit dhe dëshmoi edhe një herë angazhimin e shkollës për të krijuar ngjarje që pasurojnë jetën shkollore dhe forcojnë lidhjet mes nxënësve, mësimdhënësve dhe komunitetit. Bazari i vitit të ri e ktheu shkollën në një vend të mbushur me frymë festive, ngrohtësi dhe shpresë për një vit të ri sa më të mbar.